Receta me 2 përbërës që lehtëson dhimbjet e kurizit, gjunjëve dhe këmbëve. Receta natyrale që do ju paraqesim në këtë video është shumë efektive në lehtësimin e dhimbjeve të kyçeve dhe gjymtyrve. Përbërësi kryesor është gelatina. Ajo përmban 2 lloje aminoacidesh, prolin dhe hidropsorlin, të cilat janë shumë të dobishme për shëndetin e indit lidhor. Gelatina u jep forcë nyjeve dhe muskujve dhe përmirëson metabolizmin dhe shëndetin e lëkurës. Përbërësit që u duhen për këtë recetë janë 150 gram gelatinë organike e ngrënshme, 500 ml ujë ftohtë. Hidheni gelatinën në 500 ml ujë të ftohtë dhe i përzjeni mirë. Mbulojeni gotën dhe mbajini në frigorifer për gjatë gjithë natës. Gelatina gjatë kësaj kohe do të formojë një pelte. Pijeni këtë recetë të nesme në mëngjes në stomakun bosh. Kësaj përzierje mund të shtoni një lugë mjaltë për të rregulluar shijen. Kjo metodë redukton dhimbjet në 7 ditë. Trajtimi mund të zgjasë për 1 muaj dhe mund të ripërsëritet për 6 muaj, citon Step to Health.